Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë video të shkurtër, shpejt për të thënë 7 simptome të cilën nga çakrat e tua janë të bllokuara. Sepse nga që bëni dhe meditimin e çakrave dhe meditimi i çakrave ka arritur shumë lart, unë them 7 që të kuptoni dhe në fund do t'u them se si ti çbllokohen. Para, në qoftë se ti ndihesh me konfidencë të ulët, çakra e poshtme është e bllokuar. Pra çakra me tokëzimin është e bllokuar me tokë. Në qoftë se ti në çakrën e dytë ndihesh shumë debel, do të thotë që kjo çakër është e bllokuar. Çakra e tretë, që është çakra e stomakut, që quhet çakra e diellit, në qoftë se ti ndihesh i pamjaftueshëm, në qoftë se ti nuk ndihesh i respektueshëm, kjo çakër është e bllokuar. Edhe është një nga çakrat më të rëndësishme, pothuajse, dhe shumë njerëz, shumë shqiptarë udhëm shumë stomaku. Do të thotë që i kanë ambicie dhe kanë egoizëm, dhe kur është e bllokuar nuk ndihen mjaftueshëm, edhe pse ambicia është e lartë. Çakra e katërt është çakra e zemrës, çakra nëse ti ndihesh pa fat në dashuri, do thotë se kjo çakër është e bllokuar. Çakra e pestë, nëse se ti nuk je rritur, nuk je i aftë të flasësh dhe të thuash jo tek njerëzit, çakra e të folurit, kjo këtu është e bllokuar dhe një herë tjetër do të them sëmundjet e çakrave. E gjashta, që është syri i tretë, nëse ti nuk beson veten as të tjerët, kjo çakër është e bllokuar. E shtata, nëse ti ndihesh i humbur, edhe pse i ke të gjitha, të ndihesh i paplotësuar, çakra e kurorës në lidhje me Zotin, me lidhjen e të vërtetës tënde është e bllokuar. Për të çbllokuar çakrat, më shkruani, keni një video në YouTube të çakrave, në një video tjetër do të them se çfarë sëmundje krijohen nga këto 7 çakrat kur janë të bllokuar. Faleminderit që më ndiqni, uroj të jetë shumë i vlefshëm këtë video me shumë dashuri. Më shkruani në ndim për përgjigje ose gjëra që ju keni për të pyetur. Faleminderit.